Presidenti Amerikan Donald Trump ka deklaruar se forcat detare dhe ajrore të Iranit janë shkatëruara duke shtuar se mbetet e paqartë nëse Shtetet e Bashkuara do të rikthehen për të përfunduar punën ose nëse Irani do të pranojë të nënshkruajë një marrëveshje. Gjithçka është zhdukur, marina e tyre është zhdukur, forcat e tyre ajrore janë zhdukur, pothuajse gjithçka. Pyetja vetme është: a do përfundojmë? A do nënshkruajnë ndonjë dokument? Le ta shohim çfarë ndodh, u shpreh Trump gjatë një deklarate publike. Ai shtoi se çështja e vetme që mbetet është nëse do të ketë një marrëveshje apo një përshkallëzim të mëtejshëm të situatës, duke lënë të hapur mundësinë e veprimeve të reja ushtarake amerikane. Më herët Trump ka deklaruar se SBA mbetet e hapur për një marrëveshje me Iranin, por theksoi se Washingtoni nuk është nën presion kohe për arritjen e mundshme të paqes për sa kohë të jetë e nevojshme.